Ministri Gjerman i Mbrojtjes artikuloi hapur mendimin për telefonatën e shumë përfolur mes presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe presidentit rus Vladimir Putin. Për Boris Pistorius, ajo ishte një dështim. Asgjë nuk ndryshoi, u shpreh ai për programin gjerman ZDF Morgen Magazine. Sulmet ruse ndaj infrastrukturës ukrainase nuk u zbutën as pak pas kësaj telefonate të madhe, shtoi ai. Putin i është duke luajtur një lojë dhe jam i sigurt se presidenti amerikan nuk do të jetë në gjendje të shohë për një kohë të gjatë pa reaguar. Ishte komenti i ministrit gjerman. Donald Trump e përshkruaj shumë të mirë dhe produktive bisedën e tij me kreun e shtetit rus. Dhe një koment nga Shtëpia e Bardhë foli për fillimin e një armëpushimi në drejtim të energjetikës dhe infrastrukturës. E megjithatë, vetëm pak orë më vonë, forcat ruse nisën një raund të ri sulmesh ajrore në Kiev dhe rajone të tjera. Pistorius mendon se qëllimi i Putinit është do bësoj më tej Ukrainën dhe të lejoj trupat ruse që të riarmatosen dhe të grumbullohen përgjatë vijave të frontit. Boris Pistorius është një politikan kyç në Partinë Socialdemokrate të Gjermanisë.